Shkencëtarët kanë gjetur se një ushtrim i lehtë është po aq i mirë sa një stërvitje e vështirë për të ndihmuar njerëzit që të humbasin peshë. Sipas një studimi të fundit, intensiteti i ushtrimeve nuk bën asnjë ndryshim në sasinë e peshës së humbur. Kjo do të thotë se edhe njerëzit që fokusohen tek ushtrimet më të lehta mund të arrijnë të njëjtat rezultate. 38 burra mbi peshë dhe me jetë sedentare dhe femra post-menopauze me një moshë mesatare prej 52 vjeç ju kërkuat të ushtroheshin 5 herë në javë dhe të reduktonin numrin e kalorive që merrnin. Pjesa më e madhe e ndryshimeve pozitive nuk u prekën nga intensiteti i ushtrimeve që kryen. Një tipar i rëndësishëm i eksperimentit ton është se krahasuam me kujdes grupet, të gjithë pjesëmarrësit morën të njëjtën sasi kalorish edhe gjatë sesionit të ushtrimeve, por edhe reduktuan të njëjtën sasi kalorish duke konsumuar më pak ushqim. Nëse doni të rrisni sasinë e ushtrimeve, atëherë studimi ju tregon se përfitimet janë të ngjashme, pavarësisht se vendosni të bëni ushtrimet e lehta apo të vështira, thot profesori Dylan Thompson. Ushtrimin për të humbur peshë lehtësisht e shpjegon edhe drejtuesi i studimit, profesor Jean-Philippe Wallin. 3 javë ushtrime kombinuar me reduktimin e ushqimit të përditshëm ka një impakt dramatik në shëndetin e të gjithë pjesëmarrësve dhe mbi gjenet kyçe të yndyrnave. Megjithatë, të dhënat tona tregojnë se ajo që ka rëndësi është sa kalori përdorim, duke ushtruar në total dhe jo intensiteti i ushtrimeve, theksoi ai. Me njëherë pas zgjedhjes president, Donald Trump njoftoi se për punën në këtë post do të merrte vetëm shifrën simbolike prej $1 në vit. Për një miliarder si ai, heqja dorë nga paga nuk duhet të jetë një sakrificë e madhe, por sa fusin në xhep udhëheqësit kryesor në botë. Presidentët amerikan gëzojnë një pagë prej $400,000 në vit. Aq kanë qenë të ardhurat e Barack Obamas në secilin prej 8 viteve të mandatit të dyfisht. Në total, bëjnë $3.2 milion. I dyti pas presidentit në largim, renditet kryeministri kanadez, Justin Trudeau, 45 vjeçari sportiv, që çdo vit merr $262,000, gati dyfishën e pagesës së një parlamentari kanadez. Nuk mund të mos ishte bujare paga për gruan më të pushtetshme të botës, Angela Merkel, që siguron $240,000 për shërbimin e saj, më shumë se kushdo tjetër në Europë. Presidenti francez vlen $194,000, ndërsa kryeministre britanike $170,000. Në Itali, koltuku i Palazzo Chigi vlen $124,000 në vit. Ndërsa kriza ekonomike e Rusisë e përkeqësuar edhe nga sanksionet e konfliktit në Ukrainë nuk i ka bërë mirë rublës e as xhepave të presidentit Vladimir Putin. Nëse në vitin 2014 shijoi një pagë prej $7.7 milion rublash apo $193,000 në vitin 2015, rroga e tij u rrit në valutën lokale në $8.9 milion rubla, por e këmbyer në monedhën amerikane, ajo rezulton e ulur në $137,000. Presidenti i Republikës Popullore të Kinës mbështetet tek $22,000 të ardhura në vit, po aq sa marrin edhe 22 pjesëtarët e Komitetit të Përhershëm të Zyrës Politike të Partisë Komuniste Kineze. Për drejtuesin e ekonomisë së dytë më të madhe në botë dhe një vendi me 1.4 miliard njerëz, shifra duket pak e ulët. Sidomos nëse krahasohet me udhëheqësin ekzekutiv të Hong Kongut, që merr plot $545,000 në vit. Një programues kinez, aplikacioni i të cilit i bën përdoruesit të duken më të dobët në selfie,
që bëjnë është vlerësuar me një pasuri prej 4.6 miliard dollar. Programi Meitu është bërë mjaft popullor në Kinë dhe në vendet e tjera aziatike, duke tërhequr 456 milion përdorues që kanë postuar më shumë se 6 miliard foto çdo muaj. Rreth 70% e përdoruesve të rrjeteve sociale në Kinë postojnë të paktën një foto në javë në rrjetin social, sipas një raporti të e-research. Me zërin mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme, të këndojmë, të bërtasim, të pëshpërisim fjalë të ëmbla. Gjithashtu e përdorim edhe për të aktivizuar pajisje. Një program amerikan i quajtur Canary Speech po zhvillohet për të analizuar bisedat, duke përdoruar makina që mësojnë për të testuar numrin e sëmundjeve neurologjike dhe njohëse, si për shembull Parkinson apo dementia. Projekti ka lindur nga një eksperiencë e dhimbshme personale për bashkëthemeluesin e saj, Henry O'Connell. Pata mundësinë të kisha një mik prej 30 vjetësh, i cili para 6 vjetësh u diagnostikua me sëmundjen e Parkinsonit. Miku im më tha se kur u diagnostikua me sëmundjen, i than se vuante prej 10 vitesh nga Parkinsoni, rrëfen O'Connell. Si pjesa më e madhe e sëmundjeve, diagnostikimi i hershëm luan një rol kryesor në menaxhimin e kushteve, por së fundmi shkencëtarët kanë nxjerrë në pa vështirësitë e diagnostikimit korrekt, me doktorët që shpesh ngatërojnë në shpjegimin e simptomave. Dhe sa më gjatë jetë periudha e pa diagnostikuar, më të rënda bëhen simptomat. Canary Speech funksionon me algoritmet që ekzaminojnë një fjalim të pacientëve në kushte të veçanta, përfshi Alzheimer, dementian apo Parkinsonin. Një simptom e sëmundjes është zbutja e zërit, diçka që bie në sy për ata që kemi njerëz të afërt. Por programi i Canary Speech është i aftë të tregojë dhe ndryshime të vogla të fjalimit. Shumë njerëz kanë filluar të shtojnë pak gjalp në kafe dhe kjo prirje e re mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si ju pini kafen. Në vend të kremit të zakonshëm dhe sheqerit, shtimi i pak gjalpi është diçka shumë e mirë, që sjell përfitime të shumta. Gjalpi është burimi i shkëlqyer i vitaminës A, e cila është e nevojshme për vizion të mirë, funksionimi normal të sistemit endokrin dhe funksione të tjera trupore. Vitamina A është një antioksidant i njohur që ju mbron kundër dëmtimit nga radikalet e lira. Rekomandohet të konsumohet 28 gram gjalp në ditë. Gjalpi është i pasur me vitamin K dhe D, si dhe është një burim i mirë i mineralit të selenit, i cili luan një rol të rëndësishëm në metabolizëm. Shumë njerëz kanë mangësi seleni, ndaj konsumimi i gjalpit mund të jetë një hap në drejtimin e duhur. I kombinuar me një filxhan kafe, si zëvendësim për sheqerin, përfitimet e gjalpit mund të jenë më të mëdha për shëndetin tuaj. I lani duart para se të hani, mbuloni gojën kur të shtini. Mundoheni të mënjanoni shtrëngimet e duarve. Mendoni se i dini të gjitha mënyrat që ju mbrojnë nga disa sëmundje ngjitse, por ka disa gjendje që vetëm sapuni antibakterial apo përdorimi i pecetave për hund nuk ju mbrojnë. Ja disa gjendje shëndetësore që nuk e dinit se janë ngjitse. Prishja e dhëmbëve. Mund të lani dhëmbët dhe të shmangni ëmbëlsira sa të doni, por nëse partneri apo partnerja juaj nuk ndjek të njëjtën rutinë,
edhe ju mund të bini viktimë e higjienës së varfër orale. Hulumtuesit shkencor nga Universiteti Helsinkit në Finland kanë zbuluar se bakteret orale që shkaktojnë prishje të dhëmbëve mund të kalojnë edhe te partneri apo partnerja. 2. Kanceri. Nuk mund ta merrni kancerin nga një person që vuan nga kjo sëmundje, por mund të merrni virusin HPV, Human Papilloma Virus, i cili rrit rrezikun për zhvillimin e kancerit të fytit edhe të gojës. Sipas një studimi, më shumë se 6 milion amerikan infektohen çdo vit me këtë virus. Sëmundje autoimune. Pavarësisht paralajmërimeve të shumta për të bërë kujdes me sigurinë në internet, shumë e anashkalojnë një gjë të tillë. Fjalkalime që janë të lehta për t'i gjetur, mos përditësimi i antivirusit apo dhënia e informacioneve personale personave të tjerë janë disa prej shembujve më të zakonshëm. Nga ana tjetër, me përhapje në mënyrë masive të pajisjeve të ndryshme teknologjike, është fare lehtë të harrosh nga ku je futur në email apo rrjete sociale. Megjithatë, ekziston një mënyrë për të zbuluar nëse një tjetër person ka hyrë në llogarinë tuaj personale në Facebook. Ndaj, nëse keni dyshime, herën tjetër që të futeni në Facebook me telefon, tablet apo kompjuter, duhet të shikoni këto opsione: Setting, Security dhe Where you are logged on. Kur klikoni Edit, do të shkoni në faqen ku mund të shihni nga ku keni hyrë në Facebook. Dhe jo vetëm kaq. Këtu mund të shihni gjithashtu nëse llogaria juaj është hapur nga një kompjuter desktop apo Android. Në këtë seksion shfaqet gjithashtu adresa IP-s, që do të thotë se mund të gjeni edhe vendodhjen e pajisjes së përdorur dhe orën. Për të mos lejuar që personi në fjalë të futet sërish, klikoni mbi opsionin që shfaqet në krah End Activity.